Falenderoj Zotin për All Krishtin. right, take a Bible. Tani merrni një Bibël Go with me to the book of Mark, chapter number 6. te libri i Markut, kapitulli 6. And thankful for the opportunity to be able to preach again. Dhe falenderues për mundësinë që të predikoj përsëri. And I pray that this message today will help our hearts. Dhe shpresoj që ky mesazh të na ndihmojë zemrat tona. You'll see many things in here that will probably relate to the things that happened yesterday. Do të shihni shumë gjëra këtu që kanë lidhje edhe me gjërat e dieshme. I did not plan that. Dhe këtë nuk e planifikova. I've had this message written for 2 weeks now. Dhe këtë mesazhin e kam bërë përpara 2 javësh. But it's just amazing how the Lord works. Por është e mrekullueshme se si punon All Zoti. right, I love the Word of God. Dhe unë dua shumë fjalën e Tij. All right, Mark chapter number 6 and verse number 45. Marku 6 vargu Go 45. ahead and read to 54. Dhe me njerë, Jezusi detyroi dishepujt të hipin në anije e të shkojnë përpara në anën tjetër për Becajt, ndërkohë që ai përcjellte njerëzit. Dhe pasi kishte përcjell, ai u largua në një mal për t'u lutur. Dhe kur erdhi mbrëmja, anija ishte në mes të detit dhe ai vetëm në truall të thatë. Dhe Jezusi I pa tek raskapiteshin në vozitje se era ishte kundër tyre. Dhe rreth orës 4 të vigjilencës së natës, ai vjen tek ata duke ecur mbi det dhe donte t'i kalonte. Por kur e pa duke ecur mbi det, ata panden se ishte një frym dhe bërtitën, sepse të gjithë e pan dhe u trazuan. Dhe në çast ai foli me ta dhe u thot: "Merrni zemër, jam unë, mos keni frikë." Dhe hipi tek ata në anije, dhe era pushoi dhe ata u habitën jashtëmase në vetvete e u mrekulluan, se nuk e kishin marrë parasysh mrekullinë e bukëve, nga që zemra e tyre ishte ngurtësuar. Dhe pasi kaluan me ata erdhën në truallin e Gjenesaretit e u tërhoqën në breg. Dhe kur dolën nga anija, menjëherë vendasit e njohën Jezus. All right, there's a phrase that is in our text this morning Tani është një frazë që përdoret te shkrimi jon, that really deserves our attention. që meriton vëmendjen tonë. And it deserves more attention than I think that most people give to it. Dhe meriton më shumë vëmendje se sa japi njerëzit normalisht. And that phrase is found in verse 48. Dhe kjo fraza gjetet te vargu 48. It says there, Thot aty, he would have passed by them. ai vjen duke ecur donte t'i kalonte ata. Mark is writing here by the inspiration of the Holy Ghost. Dhe Marku këtu po shkruante me frymëzimin e frymës së shenjtë. And in the most plain, simple way possible. Dhe në mënyrën më të thjeshtë, That Christ never intended to stop there on the water. që Krishti kur nuk kishte për qëllim që të ndalonte tek ujë, His intention was to just walk right past them. por qëllimi I tij ishte që t'i kalonte ata. Christ had sent the disciples somewhere. Dhe Krishti I kishte dërguar dishepujt diku, He expected them to go there. dhe ai priste që ata të shkonin atje. He intended to meet them there. Dhe ai e kishte për qëllim që t'i takonte ata atje. But he did not intend on stopping here in our text. Por ai nuk kishte si qëllim që të ndalonte këtu siç bëri te shkrimet tona. Our phrase in verse 48 Dhe fraza jon te vargu 48 should stop us duhet që të na ndaloj, because it presents a question that is very important. sepse na paraqet me një pyetje që është shumë e rëndësishme. What was Christ's full intention? Çfarë ishte qëllimi I plot I Krishtit? What had he purposed in his own mind Çfarë kishte ai për qëllim në mendjen e tij before the disciples interrupted that plan? përpara se dishepujt ta ndërprenin këtë plan? And I want to preach this morning Dhe dua të predikoj këtë mëngjes on this subject. në këtë temë, When the rowing gets tough. kur vozitja bëhet e vështirë. And so let's take this context and let's examine the intentions of Christ here. Kështu që le të marrim këtë kontekstin dhe të analizojmë qëllimin e Krishtit. First, I want you to see that he intended to separate them. Së pari dua që të shikoni që ai kishte ndërmend që t'i ndante dishepujt. All right, let's read verses 45 and 46. Vargjet 45 dhe 46. The Bible says, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, where he sent away the people. Dhe me njerë Jezusi detyroi dishepujt të hipin në anije e të shkojnë përpara në anën tjetër për në Becajt, ndërkohë që ai përcillte njerëzit.
And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Dhe pasi kishte përcjell, ai u largua në një mal për t'u lutur. All right, now I want you to watch this word that the Bible uses. Tani dua të shikoni këtë fjalë që përdor Bibla. It is the word constrain. Është fjala I detyroj. And this word means to put pressure on. Dhe kjo fjala është që të vësh trysni mbi diçka. It means to show them that it was necessary for them to go. Është që t'i tregonte ata që ishte domosdoshme që ata të shkonin në atë vend. Jesus had a purpose for them, Dhe Jezusi kishte një qëllim për ata, just as he does for us. siç ka edhe për ne. And his purpose for the disciples Dhe qëllimi për dishepujt was not for them to sit on the water and worry about what was happening around them. nuk kishte që ata të ishin në ujë edhe të kishin merak për çfarë po ndodhe rreth tyre. Now you must understand Dhe duhet të kuptoni that anytime you see the word sea in your Bible, që çdo herë që shikoni atë fjalën det në Bibël, it is a picture of the world. është portretizim I botës. Now I know that we've not gotten to the part where they are actually in the sea in their text yet, Tani e di që s'kemi arritur tek ajo pjesa kur ata janë në det, but we've read the context, we know where this is going. por ne e lexuam kontekstin dhe e dim se ku do shkoj. He never intended for them to sit there in the middle of the sea, Ai kur nuk kishte ndërmend që ata të rinin ulur në det, in the middle of the world. në mes të botës. He intended for them to go to the other side. Por kishte ndërmend që ata të kalonin në anën He tjetër. was trying to separate them for a purpose. Dhe po përpiqej që t'i ndante për një qëllim. Christ wants us to be separated for his purpose. Dhe Krishti do që ne të jemi të ndarë për qëllimin e tij. We are to be a separated people. Dhe ne duhet të jemi një njerëz të ndarë. The Bible says in Romans chapter number 12, Dhe Bibla thotë Romakëve 12, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni çfarë është vullneti I Perëndis, ai I miri, I pranueshmi dhe I përsosur. 2 Corinthians chapter 6 2 Korintasve kapitulli 6. says, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Prandaj dili nga mes I tyre dhe veçoni, thot Zoti, dhe mos e prekni të papastrën dhe unë do t'ju pranoj. And so what is the purpose to be separate? Kështu që çfarë është ky qëllimi që të jemi të ndarë, So we can be more like Christ. që ne të jemi më shumë si Krishti, So we can prove what is that perfect will of God. që ne të vërtetojmë ose të provojmë se çfarë është ai vullneti I përsosur I Perëndis. And so don't be so easily changed by the world. Kështu që mos u ndryshoni kaq lehtë nga bota. Don't let this world change you to fear so many things. Dhe mos e lini këtë botë t'ju ndryshoj që të keni frikë nga shumë gjëra. Don't let it take your hope away. Dhe mos e lini që t'ju marrë shpresën. Don't let it defeat you so easily. Dhe mos e lini që t'ju mposht kaq lehtë. We are children of God this morning if you're saved. Dhe ne jemi fëmijë të Perëndis nëse jeni të shpëtuar. But Christ here in our text Por Krishti këtu në shkrimet tona has also separated them not for this purpose only, nuk I ka ndarë vetëm për këtë qëllim, but because he had a plan. por edhe për shkak sepse ai kishte një plan. He had a plan to go up into the mountain to pray for them. Dhe ai kishte atë planin që të shkonte lart tek mali që të lutej për ata. He was going to spend some time with the Father and pray for them. Dhe do të kalonte disa kohë me Atin që të lutej për ata. This is convicting to my heart. Dhe kjo është ndërgjegjëse për zemrën time. They were worried about being separated from him for a time. Ata kishin merak që ishin të ndarë prej Jezusit për një kohë. You could say that he was quiet in their life at that time. Dhe mund të thoni që ai ishte I heshtur në jetën e tyre për atë kohë. And they were worried about being in the sea of life for a short time. Dhe ata kishin merak që të ishin në atë detin e jetës për një kohë të shkurtër. And it's true, Christ had separated them from comfort. Dhe është e vërtet sepse Krishti I kishte ndarë ata nga rehatia e tyre. The Lord does not promise that this life will be comfortable. Dhe Zoti nuk na premton që kjo jetë do jetë e rehatshme. Do you ever feel like you know that you're walking with God, Dhe ndjeni ndonjëherë se ju e dini që po ecni me Zotin, but it feels like he's nowhere around?
por ndihesh sikur ai nuk ndodhet përreth. Arnold and I were just talking about this yesterday. Dhe Arnoldi dhe unë po flisim për këtë ditën e kaluar. You search your heart, Ti kërkon zemrën tënde and the best that you know, në mënyrën më të mirë që di. there is nothing between you and God. Dhe nuk ka asgjë midis teje dhe Zotit. There's no sin, Dhe nuk ka asgjë mëkat, there's no bad thing, nuk ka asgjë të keqe, but yet it feels He's nowhere around. por prap ndihesh sikur ai nuk ndodhet përreth. And you find yourself in a sea, Dhe gjen veten tënde në një det and it's pushing against you, dhe deti dallkët e detit po vinë kundra jush. and you're struggling to go anywhere. Dhe ti e ke të vështirë që të shkosh diku, But it's not too much of a struggle por nuk është tepër vështirësi that God has not already prepared you to get through. që Zoti nuk ju ka përgatitur që ju ta kaloni këtë vështirësi. Let me say this. Dhe le të them këtë, Maybe the separation that God has placed in our life ndoshta ajo ndarje që ka vendosur Zoti në jetën tonë is protecting us from something that is more dangerous than the storm itself. po na mbron nga diçka që është më e rrezikshme se vetë stuia. In other words, Në fjalë të tjera, there's something that Christ is trying to do in our lives, është diçka që Krishti po përpiqet të bëjë në jetën tonë, but we are too busy worried about a little wind por ne jemi tepër të zënë duke u merakosur për një erë të vogël and a little bit of water. dhe pak dallk. It's time for our lives Dhe shkoa që jeta jon to understand that God's purpose He has for us. që të kuptojmë qëllimin që Zoti ka për ne. He intended this. Dhe ai e kishte ndërmend, Just trust the Lord. thjesht besojini atij. Number two, He intended on just skipping by. Së dyti ai kishte ndërmend që thjesht t'i kalonte. Let's read verses 47 to 50 again. Le të lexojmë vargjet 47 deri në 50. Dhe kur erdhi mbrëmja, Ania ishte në mes të detit dhe ai vetëm në truall të thatë. Dhe Jezusi pa tek raskapiteshin në vozitje, se era ishte kundër tyre, dhe rreth rojës së katërt të vigjiletës së natës, ai vjen tek ata duke ecur mbi det dhe donte t'i kalonte. Por kur e pan duke ecur mbi det, ata panden se ishte një frym dhe bërtitën, sepse të gjithë e pan dhe u trazuan. Dhe në çast ai foli me ta dhe u thot, merrni zemër, jam unë, mos keni frikë. This is really the heart of the message. Dhe kjo është zemra e mesazhit. Christ never intended to stop here. Jezusi kur nuk e kishte ndërmend që të ndalonte këtu. The Bible says that they were almost halfway through the sea. Bibla thot që ata ishin rreth gjysmës të rrugës. Christ was alone on the land, Dhe Jezusi ishte vetëm në tokë të thatë and He had no plan before this time dhe nuk kishte asnjë plan përpara kësaj kohe for their paths to cross right now. që rrugët e tyre të bashkoheshin tani. But the Bible says that He saw them toiling in rowing. Por Bibla thot që Jezusi pa ata që po raskapiteshin në vozitje. And this is a real strong word. Dhe kjo është një fjalë vërtet e fortë. It means that they are really, really struggling. Do të thotë që ata ishin me të vërtet në një vështirësi të madhe. The struggle is so big Dhe vështirësia ishte aq e madhe that the word almost gives the idea that they're being tormented. që fjala pak a shumë të jep idenë sikur ata po torturoheshin. Notice this though. Dhe por vini re këtë, We have to watch the wording. duhet të shikojmë fjalimin. It does not say that Christ saw this happening and came to help them. Nuk thotë që Krishti e pa këtë dhe shkoi t'i ndihmonte ata. It does not give any sense of a rescue that was about to happen. Dhe nuk jep asnjë kuptim që do ndodhte një shpëtim. This is what it says. Por kjo është se çfarë thotë. He came to them walking on the sea, Ai ju shkon atyre duke ecur mbi det and He would have passed by. dhe ai donte t'i kalonte. Now you have to understand who was on this boat. Tani duhet të kuptoni se kush ishte në këtë vark. Listen closely. Dëgjoni me kujdes. These were not just men in a boat. Këta nuk ishin thjesht burra në një vark, Most of these men were expert fishermen. por këta burra ishin peshkatar me eksperiencë. These were not amateurs. Dhe këta nuk ishin amator. They had been on the water before. Dhe ata kanë qenë në ujë më përpara. They knew how the water reacted. Dhe e dinin se si funksiononte deti. They knew about what to do when a storm or winds were present. Dhe ata e dinin se çfarë duhet të bënin kur kishte një stuhi ose kur kishte erë të fortë. I promise you, if you get this in your heart, it'll change your life. Dhe ju premtoj nëse vini në zemrën tuaj do t'ju ndryshojë jetën. They had been through worse water before, Ata kishin kaluar ujë më të keq më përpara. but here they are. Por
ja ku janë. And let me say, there are things that you and I go through, Dhe le t'ju them që ka gjëra që unë dhe ti kalojmë, things that we've been through before, gjëra të cilat i kemi kaluar edhe më përpara, things we have faced before. dhe gjëra me të cilat jemi përballur më përpara. We've been through worse things than that. Dhe kemi kaluar gjëra më të vështira se kjo. Why are we struggling so hard? Po pse kemi vështirësi kaq të madhe? We know what we should do. Dhe ne dim se çfarë duhet të bëjmë. We've struggled like this before. Dhe ne kemi qenë në vështirësi si kjo më përpara. We've seen this type of trouble and we've seen this type of suffering. Dhe kemi parë këtë lloj telashi dhe këtë lloj dhimbjeje. But the Bible does not say Por Bibla nuk thot that Christ saw they were suffering and he came to help që them. Krishti I pa që ata po raskapiteshin dhe erdhi që t'i ndihmojnë. His original plan was just to go by. Por plani I tij ishte thjesht që t'i kalonte ata. In other words, Në fjalë të tjera, this should not have been bothering them as bad as it was. kjo nuk duhet t'i kishte bezdisur ata aq shumë sa çu bezdisën. As he walked on the sea, Dhe kur ai po ecte te deti, the Bible gives no idea that his destination was the boat. Bibla nuk jep asnjë parathënie që destinacioni I Krishtit ishte varku. Christ had entrusted them with a task just to cross the sea. Krishti I kishte besuar ata me përgjegjësinë që thjesht të kalonin detin. As fishermen, Dhe si peshkatar, this was something they'd probably done hundreds of times in their lives. kjo ishte diçka që këta e kishin bërë me qindra herë në jetën e tyre. But the Bible is not specific why they cried out. Por Bibla nuk e specifikon pse ata thëritën. Was it the wind? Ishte era, Was it the sea? ishte deti, Was it their own lives? apo ishte jeta e tyre. He came to them after they cried out for fear. Ai u erdhi atyre pasi ata thëritën në frikë. He was interrupted by their fear. Dhe ai u ndërpre nga frika. The Bible says here that they thought he was a spirit. Dhe Bibla thot këtu që ata pa ndenë se ishte një frymë. The Bible says that they saw him and they were all troubled. Dhe Bibla thot që ata e pan atë dhe ishin të friksuar, të razuar. It's almost like they had not already been with him for some time. Dhe duke sikur ata s'kishin qenë me Krishtin për një kohë gjatë. It's like they did not even recognize who he was. Është sikur ata se njihnin fare se kush ishte Krishti. Now, there are many things that you and I are entrusted with by God. Dhe ka shumë gjëra që unë e ti me të cilat Zoti na ka besuar. Many things that you and I face. Shumë gjëra që unë e ti përballemi. There's some exhaustion that comes from rowing. Dhe ka disa raskapitje që vijnë nga vozitja. But these are things that we cannot handle. Por këto janë gjëra që me të cilat ne si mbajmë dot. Why? Pse? Because Christ has prepared us to handle these things. Sepse Krishti na ka përgatitur që të përballemi me këto. Christ is working on other things in our lives. Dhe Krishti po punon me gjëra të tjera në jetën tonë. And he has no intentions on stopping Dhe nuk ka asnjë qëllim që të ndaloj as he passes by to help us with something that we should be able to get through. kur për të na ndihmuar me diçka që ne duhet ta kalonim edhe vet. Because we've been through similar things. Sepse ne kemi kaluar gjëra të ngjashme And we know according to the word of God, what we should do. dhe ne dim që sipas fjalës së Zotit çfarë duhet të bëjmë. Here's a question that we need to think about. Dhe ja është një pyetje për të cilën duhet të mendojmë. How many times in our lives Sa herë në jetën tonë are things hindered janë të ndaluara gjërat because Christ never intends on taking a moment to come to us? për shkak sepse Krishti ku nuk e kishte për qëllim që të vinte një moment dhe të na ndihmonte ne And then in the middle of a small problem në mes të një problemi të vogël that we should be able to handle ourselves. që ne duhet të ishim të mundur ta kalonim vet. There are things that you and I go through Ka gjëra që unë e ti kalojmë that we should not struggle with. me të cilat ne nuk duhet të raskapitemi. The Lord has given us enough faith to get through it. Dhe Zoti na kishte dhënë mjaftueshëm besim që ti kalonim, But something about it catches us that it shouldn't. por diçka për atë problem na kap neve dhe kjo nuk duhet që të na trazonte. And we cry out to Him. Dhe ne I bërtasim atij. God is faithful to help us in the time of need. Dhe Zoti është mjaftueshëm besnik që të na ndihmojë në kohën e telasheve. He promised that He would. Dhe ai na premtoi që do na bënte. But how many of the things do we cry out for
Por për sa gjëra ne bërtasim për ndim, that should not move us as much as they have. që nuk duhet të na lëviznin aq shumë sa na lëvizën. I'm not saying that we should do things without the help of God. Dhe unë nuk po them që duhet t'i bëjmë gjërat pa ndihmën e Zotit. I can do nothing without Him. Unë mund të bëj asgjë pa atë. But there are some things that God has already given us help in, Por ka disa gjëra në të cilat Zoti na ka dhënë mjaftueshëm ndihmë and we know what He wants. dhe ne dimë se çfarë do ai. We know how He wants us to take care of these things. Dhe ne dimë se si ai do që ne t'i kalojmë këto gjëra. And this morning it's time to get to the other side, Dhe këtë mëngjes është koha që ne të kalojmë në anën tjetër. simply because it's what Christ told us to do. Vetëm sepse është ajo gjë që na dha Krishti që të The bënim. Bible says in the middle of all of this Dhe Bibla thotë që në mes të kësaj gjërave, that He would have just passed by. që ai thjesht do të kalonte. Number 3, Dhe së tretë, He intended for them to search their memory. ai kishte ndërmend që ata të hulumtonin kujtesën e tyre. Let's read verses 50 through 52 again. Le të lexojmë vargjet 50 deri në 52. Sepse të gjithë e pan dhe u trazuan, dhe në çast ai foli me ta dhe u thot: "Merrni zemër, jam unë, mos keni frikë." Dhe hipi tek ata në anije dhe era pushoi, dhe ata u habitën jashmase, në të vërtet e u mrekulluan, se nuk e kishin marrë parasysh mrekullinë e bukëve, nga që zemra e tyre ishte ngurtësuar. Watch this very closely. Shikojeni këtë me shumë kujdes. You see, if you study this chapter, Nëse e keni studiuar këtë kapitull, you will know that the Lord took 2 fish, do të dini që Zoti mori 2 peshq, 5 loaves of bread, 5 copa buke, and He fed 5,000 men. dhe ai e bëri mjaftueshëm që të ushqente 5.000 njerëz. And the Bible says that's not including the men and the women and children. Dhe Bibla thotë që kjo 5.000 është thjesht burrat dhe pa përfshirë gratë ose fëmijët. So let's say there were 10,000 people there that day. Kështu që le të themi që kishte 10.000 njerëz atje, But the disciples' heart was hard. por zemrat e dishepujve ishte e ngurtësuar. What had made their heart hard? Dhe çfarë i kishte ngurtësuar zemrat e tyre dishepujve? It's because they had not considered what Christ had already done. Është sepse ata nuk kishin konsideruar se çfarë Krishti kishte bërë. Now remember, the wind was blowing. Tani kujtoni që era po frynte, The wind was blowing really hard. dhe era po frynte me të vërtet fort. And the Bible says here that He entered the ship. Dhe Bibla thotë që ai hipi në anije, He didn't say stop, dhe ai nuk tha ndalo, but the wind just stopped. por era pushoi. Let me tell you something else this morning. Le t'ju them diçka tjetër këtë mëngjes. The fact that the wind stopped Fakti që era pushoi was not the miracle. nuk ishte mrekullia. It was a miracle, Ishte një mrekulli, but it was a lesser miracle. por ishte një mrekulli më e pakët. The greater miracle is in the last half of verse 51. Mrekullia më e madhe është pjesa e dytë e vargut 51. The Bible says here that they were sore amazed. Bibla thotë që në të vërtet e u mrekulluan. It means that they were amazed beyond measure. Aty thotë jashmase, kështu që do të thotë që ata u mrekulluan, me thënë pa madhësi. It means that their mind just exploded with what just happened. Do të thotë që mendja e tyre shpërtheu me atë gjë që ndodhi. And this displays how much they had actually forgotten. Edhe kjo na tregon se sa shumë ata kishin haruar. Now, let me say this morning. Tani le t'ju them këtë. Every Christian in here Çdo i krishter këtu and out there dhe jashtë në botë should be constantly amazed by everything that God does. duhet të jetë i mrekulluar vazhdimisht me gjërat që Zoti bën. When we read the Bible, Dhe kur lexojmë it Biblën, does not matter how many times we've read it. nuk ka rëndësi se sa herë kemi lexuar. We should say, wow, Ne duhet të bëjmë wow, what a miracle God did. çfarë mrekullie që bëri Zoti. And when we watch God do a miracle, Dhe kur ne e shohim që Zoti bën një mrekulli, we should be amazed. ne duhet të jemi të mrekulluar It should not become something that is so familiar to us dhe nuk duhet të jetë kaq e ngjashme për ne that we're prideful që ne jemi krenar. and say, yeah, we've seen Him do that before. Dhe të themi e kam parë më përpara këtu. Or, yeah, we deserved Christ to do that for us. Apo të themi e po ne meritojmë që Krishti ta bëne këtë. But we should not be amazed because we forgot what Christ was capable of. Por ne nuk duhet të jemi mrekulluar sepse haruam se çfarë aftësish kishte Krishti. And that's the kind of amazement that was here.
Dhe kjo lloj mrekullie ishte këtu sepse ata haruan. Their hearts were hard, Dhe zemrat e tyre ishin ngurtësuar and they were amazed dhe ishin të mrekulluar simply because they had forgotten what Christ could do. vetëm për shkak sepse ata kishin haruar çfarë mund të bënte Krishti. The miracle of the fish Dhe mrekullia e peshqve and the loaves of bread dhe të bukëve took place literally 2 verses from where we're talking. u ndodhi 2 vargje më përpara se kësaj. But they had already forgotten. Por ata e kishin haruar. I won't tell all of this story, Dhe nuk do e them tërë historinë, but it's relevant here. por ka të bëjë me këtë. And many of you have already heard it. Dhe shumë prej jush e keni dëgjuar këtë. There was a time when Miss Chelsea was pregnant with Margaret, Ishte një herë kur zonja Chelsea po lutej me Margaretën and she was very pregnant. dhe ishte She was very pregnant. shumë shtatzën. Very Shumë. pregnant. All Sure. right? And we had this little car. Dhe kishim këtë makinën e Don't, vogël. don't tell her I said that. All right? Dhe mos I thoni asaj që e thash këtë. And both Madeline and Amelia were in those little child seats. Dhe të dyja Madelini dhe Amelia ishin ato për fëmijët, ato And se Gjolinu. that little car that we had Dhe ajo makina e vogël që kishim would not fit another child seat in it. nuk zinte një vend për fëmijë tjetër. And so we were traveling so much in the America, Dhe ne po udhëtonim kaq shumë në Amerikë, trying to get here to Albania. duke u përpjekur që të vinim këtu në Shqipëri. And we could not safely put another child seat in the back of that little vehicle we had. Dhe ne nuk mund të vinim me siguri një vend për fëmijë tjetër në atë makinë e vogël. And so we prayed for a van. Kështu që u lutëm për një furgon. And it seemed like 6 months we prayed for it. Dhe ishte afërsisht 6 muaj që u lutëm. And God gave us one. Dhe Zoti na e dha. There was an old preacher. Dhe ishte një predikues I vjetë. He called me at about 6 o'clock in the morning. Dhe më mori në orën 6 të mëngjesit. And he said, Brother Ben, God has not allowed me to sleep. Dhe tha, vëlla Ben, Zoti nuk më ka lejuar që të floj gjumë. I have a van that I have not used in months. Dhe tha, kam një furgon që se kam përdorur në muaj. And the Lord put you on my heart. Dhe Zoti më vuri ty në zemrën time. And that van is just sitting here. Dhe ai furgoni thjesht po ri. And God told me that I would not ever sleep again unless I gave you the keys to this van. Dhe Zoti më tha që unë kur nuk do fleja nëse nuk të dhash to çelsat e furgonit. And the miracle is he didn't even know we needed one. Dhe mrekullia ishte që ai se dinte fare që ne kishim nevojë për We furgon. drove to go get the van. Dhe ne edhe shkuam të merrnim furgonin. He handed me the keys to it. Më dha çelsat And we went out to start the van. dhe shkuam që të me thënë ta ndiznim furgonin The battery was dead. dhe bateria I kishte prishur. And we started the battery off with another vehicle. Edhe e ndezëm atë baterin me një mjet tjetër And we let it run for a little while and we turned it off again. dhe e lam që të me thënë të vazhdonte makina dhe pastaj e fikëm përsëri And we tried to start it again, dhe u përpoqim që ta ndiznim prap, but it didn't start. por nuk u ndez. The battery was dead. Dhe bateria ishte prishur And do you know fare. what I did? Dhe dini se çfarë bëra? I started to worry. Filloja që të kisha merak I reached in my pockets dhe futa dorën në xhep and I had no money. dhe s'kisha asnjë lek. I didn't have money to put petrol in the car. Dhe s'kisha lek që të vija naft tek makina. I didn't have money to put a battery in the vehicle. Dhe s'kisha as lek që të vija një bateri të re. I'm talking about literally hours after that preacher called me. Dhe po flas disa orë përpara se pasi më mori ai predikuesi And he told me that God had told him to give us a van dhe më tha që Zoti kishte thënë atij që t'i jepte furgonin that was probably worth about $15,000. që ishte me vlerën $15,000. I was worried about a $70 battery. Kisha merak për një bateri që bënte $70. Look at what God had just done. Shikoni se çfarë Zoti kishte bërë për mua, But look at how quick I forgot. por shikoni se sa shpejt unë harrova. I was sitting in the blessing that God had just given me, Isha ulur në bekimin që më kishte dhënë Zoti, something I was not familiar with. diçka me të cilën unë nuk isha shumë I njohur. And I was worried about how he was going to take care of us again. Dhe unë kisha prap merak se si ai do
kujdesej për mua. Here in our text, Dhe këtu në shkrimin ton, they had just seen God feed 10,000 people. ata kishin parë që Zoti ushqeu 10.000 njerëz. And the Bible says that when they fed everybody, Dhe Bibla thot që kur ai ushqeu të tërë, they took up 12 baskets full of food left over. kishte 12 kosha me ushqim që kishin ngelur. That was in verse 43. Dhe ky ishte në vargun 43. And then God sent them on this ship. Dhe pastaj Zoti I dërgon pas kësaj në një varg. And listen to me closely. Dhe më dëgjoni me kujdes. They probably still had that food in their belly, Ata me shumë mundësi akoma kishin atë peshkun në stomak. but they had still forgotten. Por ata akoma e kishin haruar. Let me ask you, Dhe le t'ju bëj këtë pyetje. have you forgotten what the Lord has already done for you in your life? A keni haruar kaq shpejt se çfarë Zoti ka bërë për ju në jetën tuaj? When we forget Him so easily, Kur ne e harojmë atë kaq thjesht, it hinders His plan for us. ai e pengon planin e tij për neve. And lastly this morning, Dhe së fundmi, and very quickly, dhe shpejt, He intended to be seen. ai kishte ndërmend që të shihej. Read these last couple verses there. Vargjet 53-54. Dhe pasi kaluan me ata erdhën në truallin e Gjenesaretit e u tëroshin në breg. Dhe kur dolën nga anija, me njerë vendasit e njohën Jezus. They had got to the other side. Ata kishin shkuar në anën tjetër There was no more sign of trouble. dhe nuk kishte më asnjë telash. The crossing had been hard, Edhe ajo kalimi në adetin në tokë kishte I vështirë and it was dark. dhe ishte errët. But it's finished without any more word about it. Por u përfundua pas një fjalë tepër. Mark, when he wrote this, Dhe kur e shkruajti Marku këtë, by the inspiration of the Holy Ghost, nëpërmjet inspirimit të Frymës së Shenjtë, he did not pause to remember what they just went through. ai nuk ndaloi që të kujtonte çfarë kaluan. He simply just says, it's over. Por ai thjesht tha që u përfundua. And the Bible says that they knew him. Dhe Bibla thot që ata e njohën atë. They knew who he was. Ata e njohën se kush ai ishte There was no more distance between them, dhe nuk kishte më asnjë distancë mes tyre, no more despair or trouble. asnjë telash ose trishtim, They knew him. por ata e njihnin atë. But the convicting thing is, Por gjëja ndërgjegjëse është why did they not recognize him in the middle of all of that pse nuk e njohën atë në mes të telasheve. and just push to the other side as he had told them to do? Edhe thjesht të kalonin me ata siç ai u kishte thënë. In our earlier verses, Në vargjet më përpara, he gave them a word. ai u dha atyre një fjalë. Go to the other side. Shkonin në anën tjetër. And the Bible says that he sent them away. Dhe Bibla thot që ai I çoi ata, He didn't just point, dhe ai nuk thjesht drejtoi gishtin, he sent them. por ai I dërgoi. And can I say to us Dhe a mund t'ju them juve that in this life that we live for him, që në këtë jetë që ne jetojmë për atë, don't make a big decision in your life without having a word from him. mos bëni një vendosje të madhe pa patur një fjalë nga ai. And when you have a word, Dhe kur ju keni një fjalë, you let that word be an anchor ju lëreni që kjo fjalë të jetë si një spirancë to that thing that God has told you to do. për atë gjë që Zoti ju ka thënë që të bëni. I preached a few weeks ago Dhe predikova përpara disa javësh that when God tells me something, që kur Zoti mua më thot diçka, I want to be so sure of what he tells me unë doa të jem aq I sigurt nga ajo që më thot, that he has to tell me twice to stop. sa që ai duhet të më thot 2 herë që unë duhet të ndaloj. And I meant it when I said it. Dhe unë e kisha me plot kuptim kur e thash. If these men that are on this sea Nëse këta burra që janë në këtë det had been anchored to what God had put in their hearts, ishin lidhur me një spirancë, çfarë Zoti ju kishte dhënë zemrës së tyre, this entire story would have been different. kjo histori do të ishte plotësisht ndryshe. He wanted to be seen and he wanted to be remembered. Dhe ai deshte që të shihej edhe deshte që të kujtojë. Now, us personally, Tani ne personalisht, we have seen him move, ne kemi parë atë televizi we have seen him work amongst us. dhe kemi parë që të punojë mes nesh. We know the things that he's told us to do. Dhe ne e dim gjërat që ai na ka thënë që të bëjmë. And I want to say, when you're in need, Dhe dua të them që kur ti je në nevojë, you should always cry out to him.
Ti gjithmonë duhet të bërtasësh për ndihmë tek ai. But there are times when we struggle. Por ka kohë kur ne kemi probleme And the reason we struggle dhe arsyeja pse ne kemi këtë vështirësinë is because we've simply forgotten the things that He's done for us before. është sepse ne kemi haruar shumë shpejt gjërat që ai ka bërë për ne më përpara. We should remember exactly what He's told us to do. Dhe ne duhet të kujtojmë eksaktësisht atë që ai na thotë që të bëjmë. And whether we sink Edhe nëse ne or we fundosemi float on top of the water, apo pluskojmë në ujë, that thing that God has given us, ajo gjë që na ka dhënë Zoti it should be our anchor. duhet të jetë speranca jon, Because God said it. sepse Zoti e tha, And because God said it, edhe për shkak sepse Zoti e tha, it's something that's everlasting. është diçka që është e përjetshme. Nothing in the text that we've read Dhe asgjë në shkrimet që lexuam says that Christ intended for such a hard thing for them that night, thotë që Krishti kishte ndërmend që të kishte një gjë kaq të vështirë për ata, or for it to be as such dramatic as it became. apo të ishte kaq dramatike sa që u bë. But the Bible says Por Bibla thotë that the crisis that was in their hearts që kjo vështirësia që ishte në zemrën e was tyre because their hearts were hard and they forgot Him. është sepse zemrat e tyre ishin ngurtësuar edhe e kishin haruar atë. And so the question is, Kështu që pyetja është, will we remember the things that He's done, a do t'i kujtojmë ne gjërat që ka bërë ai, or will we be so easily moved by something that we already have had experience with? apo do të lëvizemi kaq thjesht nga një gjë me të cilën jemi përballur më përpara? Will we remember Him A do ta kujtojmë në atë and keep the path that He has set us on, edhe ta mbajmë atë udhën në të cilën ai na ka dhënë and allow Him to work on bigger things in our lives that we cannot see now? dhe ta lejojmë atë që të punojmë me gjëra më të mëdha në jetën tonë që ne nuk i shohim tani. Now let's take time and let's pray this morning. Dhe le të marrim kohë dhe të lutemi. And I'm very thankful for what Christ showed us.